Zot mbi zotër, mbret mbi mbretër. Haleluja, haleluja, haleluja. Oh, haleluja, Jezus. Haleluja. Mirë mëngjesi populli i Zotit, mirë mëngjesi të bekuarit e Perëndis, të shënuarit me gjakun e Krishtit, të shënuar me kryqin e Krishtit. Mirë mëngjesi kudo që jeni, nëse jeni në shtëpi, nëse jeni në rrugë, nëse jeni në autobus, nëse jeni duke ecur për në punë, nëse jeni turivarur, si i themi ne andej, mos më rri turivarur. Edhe unë të them, mos më rri turivarur, mos mi var turinjt, mos më rri dëshpëruar, mos më rri sikur po mban botën në kurris, sepse ti nuk e mban botën në kurris, Zoti jo të mban. Prandaj të inkurajoj tani në emrin e Jezus Krishtit, fillo dhe thuaj zemrës tënde, jam i gëzuar, jam i lumtur, Zoti më do, Zoti më do. Thuaj zemrës tënde, zemër, Zoti të do. Mirela, thuaj zemrës tënde, Zoti të do, Mirela. Zoti të ka zgjedhur ty, Zoti jeton në ty, Mirela. Thuaj zemrës tënde, Mirela, Mirela. Thuaj, Mirela, Zoti të do. Asnjë dashuri tjetër nuk të mbush, nuk të ngren, nuk të inkurajon. Dashuria e Zotit, po. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit, vajza dhe djem, me gjithë zemrën time ju them, ngrejni syt, ngrejni, jepini buzëve tuaja atë në buzëqeshjen dhe thuaj, unë do të buzëqesh për Krishtin, do të shkëlqej për Krishtin, për asnjë njeri në këtë botë, po për Krishtin, do të qesh, do të gëzoj, sepse Krishti është me mua, Krishti është për mua. Kjo është e vërteta absolute. Dhe sot në këtë mëngjes, birë dhe bia e Perëndis, dua të inkurajoj me Psalmin 44. Dhe Psalmi 44, Davidi thot, më duket e Kreshti 4, Davidi thot, o Zot, ti e mbreti im, Perëndia im, ti ai që më jep fitoret, ti ai që më jep fitoret. Haleluja! Dhe unë sot dua të them, mos i prit fitoret nga njerëzit, mos i prit fitoret nga burri, gruaja, fëmijët, vjerra, prindrit, motrat, vëllezrit, mos i prit fitoret nga pastorët, nga drejtuesit. Dua të them, priti fitoret nga dikush që është më i lartë se sa fronet toksore. Priti fitoret nga Zoti, sepse Zoti jot e ka paguar çmimin dhe ai do të t'i jap fitoret. Edhe atje ku ti nuk po i shikon, edhe atje ku ti po i shikon dyert e mbyllura, unë dua të them, Zoti i ka fituar fitoret për ty. Dhe prandaj bëje si Davidi sot dhe thuaj, o Zot, ti e Perëndia im dhe mbreti im, ti ai që vendos fitoret e mia, ti ai që i rrëzon fronet e njerëzve të gabuar dhe më jep mua fronin që më takon, ti ai që i rrëzon muret që janë vënë për para meje dhe më jep mua fitoret njëra pas tjetrës. Ti ai që i ndan lumenjt dhe thua kalo bia ime, kalo biri im, sepse unë do të ec para teje. Faleminderit Zot, ti ai o Zot, që i ndan detrat për para meje, ti ai, dhe ti e shpresa ime, ti e gëzimi im Zot, ti e mbreti im. Prandaj në këtë mëngjes do të thras emrin Jezus. Haleluja! Dhe çdo ëndër, çdo ndjenjë, çdo frymë depresioni, panik atakën, çdo shpirt që kërkon të kontrollojë ndjenjat e tua, që do të kontrollojë jetën tënde, çdo gjë që kërkon të të mbajë në frikë, në pasiguri, të bllokuar, në varfëri, në emrin e Jezus Krishtit, unë ngrej sot zemrën tënde, zemrën e birit të Perëndis, zemrën e birëris, që ti të çohesh tani e të thuash, shporu prej meje Satana, shporu nga ndjenjat e mia, shporu nga zemra ime, shporu nga mendja ime, sepse unë vendos të adhuroj Zotin, vendos të vë në fronin e zemrës time Krishtin e gjallë. Haleluja! O, i një David sot, të inkurajoj të bësh një David sot. Davidi ishte i pafuqishëm, i padashur, i pafuqishëm në familje. Ai nuk ishte një zë familjar, ai nuk dëgjoi në familje. Ai ishte një adoleshent, asnjëri nuk e shikonte. Aman Zoti e shikonte dhe sot unë t'i inkurajoj ty. Pavarësisht se si janë situatat, pavarësisht se si thuhet një fjalë mirë për ty apo jo.
dua të them, Zoti e shikon situatën tënde, Zoti jot të shikon ty, Zoti jot të ka zgjedhur ty. Prandaj them zemrës tënde, ji sot një David. Ji sot një David dhe thuaj sot është një ditë ku unë gjithë ditën do t'i jap lavdi Zotit tim. Gjithë ditën zemra ime do të thot, i përlëvtuar qoftë Zoti. Gjithë ditën sot zemra ime do t'jetë e lumtur, e gëzuar, duke thënë i përlëvtuar qoftë Zoti. I përlëvtuar. Gjatë gjithë ditës do t'i jap lavdi Zotit. Ashtu si Davidi thot, me anë të Zotit tim do t'i rrëzoj të gjithë armiqtë e mi. Kështu thot Davidi në Psalmin 44. Reshti 5 Davidi thot, me Zotin tim do t'i rrëzoj të gjithë armiqtë e mi. Dhe e diti si i rrëzon t'i armiqtë e tu? Jo duke i sharë, duke luftuar me ata ballë për ballë, jo, duke ngritur Zotin tënd. Kështu ti i rrëzon fronet e armiqve, kur ti fillon dhe adhuron Zotin, kur ti fillon dhe thua, unë adhuroj Zotin tim, i madh është Zoti im, i madhërishëm është Zoti im, i fuqishëm është Krishti, ai e mundi vdekjen. Dhe unë dua të them, kur ti ngren Zotin, fryma e vdekjes, sëmundjes, depresionit, shkatrimit, do të largohen, sepse nuk qëndrojnë dot dy zotra në të njëjtën fron. Ngrije sot Krishtin, ngrije në gjithë shka. Mos e lejo të ligun të mfutet në mendjen tënde. Mos e lejo, lidhe dhe bëu një David duke thënë, sot do të adhuroj Zotin. Sot do të ngrej Zotin. Sot do t'i rrëzoj, do t'i përmbys armiqtë e mi në emrin e Jezus Krishtit. Do të ngrej Zotin. Dhe të gjitha fronet e tjera do të bien fitoria i përket Zotit tim. Unë do të gëzoj në Zotin, unë do të adhuroj Zotin. Unë deklaroj sot kjo ditë është plot me gëzim. Në këtë ditë do më vinë në jetën time vetëm gëzim. Në këtë ditë gjithë engjëjt e Perëndis punojnë në favorin tim për të mbrojtur familjen time, për të mbrojtur martesën time, për të mbrojtur punën time, për të mbrojtur të ardhmen time. Gjithë engjëjt e Perëndis. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Gjithë ushtria qiellore është në dispozicionin e bijve të Perëndis. Kjo është e vërteta. Angjëjt e Perëndis ruajnë jetën tënde, martesën tënde, fëmijët e tu, të ardhmen tënde, punën tënde, financat e tua, në çdo drejtim. Sepse ti nuk je një i humbur, je biri i Perëndis. Ti je biri i Perëndis. Djali im ka 3 vjet i krishter. Ama ndje kuptovi për herë të parë që bijtë të Perëndis janë vetëm ata që besojnë në Krishtin Jezus. Ai nuk më besovi dhe më tha mua, jo, unë nuk besoj se janë bijtë të Perëndis vetëm ata që besojnë në Jezus Krishtin. Thash, David, më gjej një besim tjetër, ku të duash ti, që thot që nëpërmjet besimit ti bëhesh biri i Perëndis. Ai shikovi në gjithë internetin, në pyeti ato cilat besime dhe më tha mua, wow, këtë nuk e dija, kjo ma bëri zemrën kaq të lumtur. Pra kur unë besoj në Jezus Krishtin, vetëm ai që beson në Jezusin bëhet bir i Perëndis. Asnjë besim tjetër nuk mund të ta japi këtë. Asnjë. Edhe ai më tha mua, wow, kjo gjë ma bëri zemrën, nuk më dha në zemrën time një gjë tjetër. Thash, po biri im, po. Si që e biri im këtu në tokë, je biri i Perëndis. Ai, ti kur beson në Krishtin, je bir. Edhe djali im tha, okay, tani do iki të fle, edhe të mendoj këtë gjë, sepse këtë nuk e kisha kuptuar asnjëherë, është i vetmi besim që ti bëhesh bir i shumë të lartit. Wow! Asnjë besim tjetër nuk mund të ta japi birërin. Asnjë. Asnjë besim tjetër nuk të bën bir apo bie. Asnjë. Të gjithë besimet e tjera të thonë ti je sklav, ti je shërbëtor, ti je amambir, nuk llogaritet. Dhe sot unë dua të them. I thash djalit tim, biri i ka çelsat, nëse ti je biri im, a nuk ke ti të drejtë të dish çdo gjë në shtëpi?
A nuk e ti të drejtë ta marrësh Chelsea, të futesh ku të duash, të hapësh frigoriferin, të marrësh çfarë të duash? Po thaj, e pra kshu është dhe mbretëria e Perëndis për bit. Edhe sot dua të ta them dhe ty. Ti e bi e Perëndis së gjallë. Ti e ke frymën e birëris, ty të është dhe në qto e drejt birërie. Të gjitha ti janë dhënë ty. Dhe sot dua të të them, thuaj zemrës tënde, jam bir i Perëndis. Thuaj zemrës tënde, jam bi e Perëndis. Thuaj zemrës tënde sot, kush e ka këtë privilegj? Ti them Zotit atë. Ti them Zotit ati im. Kush e ka këtë privilegj? Ma thuaj kush? As kush tjetër. As kush përveç nesh që besojmë në Krishtin Jezus. Vetëm ne e kemi të drejtë të themi krijuesi të gjithësisë. Ati që ka çelësat e jetës dhe të vdekjes, ati që ka çelësat e ambareve qiellore, ne kemi të drejtën këtij Zoti kaq të madh t'i themi ati im. Ati im, ati im. Ne kemi këtë të drejtë, ta kemi atë. Dhe sot të inkurajoj motra ime, sot të inkurajoj vlla im. Ti nuk je jetim. Sot ti qohu dhe thuaj ati im. Më ka dhënë gjithçka, më jep gjithçka, më mbron, më bekon. Krijuesi është ati im. Ati im. Faleminderit Zotit për prindrit tanë që na sollën në jetë. Por prind ati vërtet është Zoti jon. Prandaj, ai që të dha jetën, ai që të dha jetën, ai që të solli deri këtu, ai nuk e la jetën tënde pa e çuar deri në fund në një jetë për lavdinë e Krishtit. Zoti nuk do të turprohet kur, asnjëherë. Zoti do ta ngrej emrin e tij duke ngritur jetën tënde. Zoti nuk ka mbaruar punë me ty. Okej? Çdo prind asnjëherë s'mbaron punë me fëmijën. Sepse kur e ka të vogël mundohet ta arriti. Kur e rrit thot derisa ta martoj. Kur e marton gëzon me martesën e fëmijës. Kur e marton, pastaj thot Zot, tani fëmijë. Kur bën fëmijë, për fëmijë prit dhe mbesat. Mos t'u mungoj asgjë. E njëjta gjë është me atin tënd, me atin ton. Zoti nuk e ka mbaruar historinë me ty. Ai të lindi është kujdesur, do të martoj, ti është një martesë e bekuar, do të bëj nën, do të bëj baba, do të bëj gjyshe, do të bëj gjysh, dhe mbi të gjitha, çdo kapitull të jetës tënde do ta përdor, ashtu si Bibla thot, që ati, që prindrit të gëzohen në fëmijët. Që emri i atit të përlëvdohet nëpërmjet jetës tënde. Prandaj jeta jote nuk ka mbaruar. Kapitulli i jetës tënde nuk është mbyllur. Për aq kohë sa nuk ka marrë lavdi Zoti në gjithçka. Dhe nëse je i sëmur, Zoti do të shëroj, sepse ai do të marrë lavdi nëpërmjet shërimit tënd. Nëse je beqar, Zoti pa diskutim që do të martoj, sepse ai do të marrë lavdi nëpërmjet martesës tënde dhe një martesë të bekuar. Nëse je pa punë, pa diskutim që Zoti do t'i japi rrugë të kesh një punë super të bekuar, që çdo ditë të vishesh bukur, të lyesh bukur, të prezantosh Zotin, që ai të përlëvdohet me ty. Nëse ti akoma nuk ke një shtëpi, pa diskutim që Zoti do t'i japi jo një shtëpi, po 2, 3, 4, 5, sepse Zoti do të bëjë si një qytet i ngritur në majtë malit, që ai të marrë lavdi. Nëse ti nuk ke fëmijë, pa diskutim motra ime dhe vlla im, që Zoti do të jap fëmijë. Zoti do të jap nipër e mbesa. Zoti, sepse ai nuk le asnjë rrugë pa e çuar deri në fund për të përlëvduar emrin e tij. Prandaj sot të inkurajoj bi dhe bia e Perëndis. Sot të inkurajoj. Ngri syt dhe thuaj, o ati im. Ati im. Puthe Zotin dhe thuaj, Zot, ti je ati im. Ti je ati im. Kapitulli jetës time
nuk është mbyllur. Kapitulli i jetës time do të shkojnë nga lavdia në lavdi për lavdin e Zotit tim. Për lavdin e Zotit tim. Kjo është e vërteta. Ngriu sot dhe jepi zemrës tënde drejtimin për të shikuar lavdin e Zotit. Sepse ai nuk do lër asnjë mundësi pa marrë lavdi, pa e ngritur jetën tënde, pa e bekuar jetën tënde, pa i hequr ato që mbulojnë lavdin e tij në ty. Zoti nuk e ka mbaruar kapitullit e librit të jetës tënde. Ai sapo ka filluar të shkruaj një libër që ndër breza do të lexohet. Edhe do të thot, wow, kjo ka qenë stër gjyshja ime që ka hedhur fundamentin e Krishtit në familjen time. Ky ka qenë stër gjyshi im që ne të gjithë jemi bërë kaq të zjarrt për Krishtin. Ky ka qenë vëllai im, motra ime. Dhe që kur bëj ajo e krishter, filloj një epokë e re në jetën time. Ashtu si që më shkruajti dje një djalë, tha duke të ndjekur, kuptova kush është Zoti i vërtet. Kuptova të them të gjithë të kaluarës time, nuk më intereson ku ka qenë babi dhe mamaja ime. Nuk më intereson qa beson fisi im. Nuk më intereson. Unë vendosa të ndjek atë rrugë që Zoti do të ndjek, atje ku unë e di, ky është Zoti im. Dhe tha, tani kam vendosur, ky është Zoti im. Të lutem, dua të më pagëzosh. Haleluja! Njerëzit po e njohin kush është Zoti i vërtet. Kush është Zoti plot dashuri, plot jetë. Zoti që i çon gjërat deri në fund dhe gjithçka mbaron vetëm me lavdin e tij dhe me lavdin e personave që Zoti sjell. Të inkurajoj të shkëlqesh sot. Të inkurajoj kudo që vete të thuash një fjalë bekimi. Kudo që shkel të deklarosh ringjallja është tani, rizgjimi është tani, mendjet janë të hapura, njerëzit po njohin Krishtin, po marrin Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Kudo që shkel, kudo që vete, deklaroje, unë jam drita, unë po kaloj dhe me që po kaloj unë e kam të drejtën të jem e lidhur direkt me fronin e Atit, sepse është Ati im. Dhe sa do e madhe të jetë shtresa e mëkateve të këtij qyteti, vetëm sepse unë jam këtu, qielli është i qarë në çdo rrugë ku unë vete. Dhe kudo që kaloj, unë zhbllokoj mendjet e njerëzve, unë zhbllokoj zemrat e tyre. Të gjithë do të vinë te Krishti. Të gjithë. Është koha e ringjalljes së madhe, është koha e rizgjimit të madh, është koha e lavdisë së Zotit. Dhe që Zoti të marr lavdi, ai do bekoj jetën tënde. Ti je Abrahami që Zoti ka zgjedhur ta bekoj. Ti je Abrahami që Zoti ka zgjedhur në fisin tënd, në familjen tënde, në punën tënde, në shoqërinë tënde. Të gjithë të njohin dhe të thonë, wow, i beson Zotit dhe në gjithçka Zoti e bekon. Dhe unë dua të jem si Flora, dua të jem si Olsa, dua të jem si Xhevaire, dua të jem si Ela, si Marinela, sepse shikoj Zotin në to, shikoj se si janë ndryshe nga ne. Haleluja! Mbushe zemrën me gëzim dhe të shoh dhe sot thuaj, sot do sjell vetëm gëzim. Do qesh me fëmijët e mi, do qesh me njerëzit, do gëzoj. Edhe kudo që jam, në autobus, në rrugë, unë do mbaj një buzëqeshje plot gëzim. Edhe gjithmonë do të them, bekimi Perëndis zbret mbi gjithë njerëzit ku unë jam. Në emrin e Jezusit. Dhe Zoti më ka zgjedhur të jem shembull bekimesh. Çdo bekim do të është imi. Çdo bekim. Dhe Zoti do të marr lavdi në jetën time dhe nëpërmjet jetës time. Haleluja, ju bekoj dhe shifemi sonte në darkë në orën 21.